unë mendoj që ulmi i frikës së politikanëve shqiptar ka kapur në një farë mënyrë ose ka gjetur veten me zotin Dumani, sepse zoti Altin Dumani ka bërë arrestime më të bujshme, të paprecedenta gjatë qeverisjes së SPAK-ut nga ana e tij. Kjo në një kontrast të thellë nga zoti Arben Kraj, që ishte shefi i parë i SPAK-ut, shefi i parë atij, i cili nuk prodhoi rezultatet që ne do donim të shihnim në një shoqëri kaq të korruptuar si kjo e jona. Këtu janë vjedhur para, domethënë pafund lekë të vjedhura nga njerëz në pushtet dhe nga obortarët e tyre. Megjithatë zoti Dumani në fakt ka bërë lëvizje shumë të mira. Kështu nuk e di nëse ai standardi i lartë i zotit Dumani do të mbahet nga cili do jetë shefi i SPAK-ut në vijim. Por mendoj që politika shqiptare po shpreson që kandidati më i brisht, kandidati më fragjil, kandidati ndoshta më i komprometueshëm të zgjidhet shefi i SPAK-ut në mënyrë që politika në Shqipëri të bëjë atë që ka bërë gjithmonë, ta kontrollojë drejtsinë, edhe të japi ure drejtësisë dhe ta paguajë drejtsinë për të mbyllur hesape dhe gjëra të këtij lloji. Kështu që presim të shohim. Procesi nga ana tjetër Ruel po ndishet me lupa, ashtu si thash, nga ana e Bashkimit Evropian, por edhe nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës, por raportohet se tonet brenda KLP-s mes 11 antarëve janë të larta, çka ndoshta tregon kjo edhe tensione dhe mungesë dakordësie të brendshme. Pra kalojmë tek ajo që ti the, ndoshta shohim një ndarje brenda vetë KLP-s ku një palë synon të ketë zgjedhje të pavarura dhe një palë tjetër tenton ndoshta të ruajë edhe atë status quo-n që i shërben asaj rahatisë politike. Nuk jam i sigurt që ka një status quo që i shërben rahatisë politike, sepse nëse do kishte një status quo, zoti Dumani nuk do kishte bërë lëvizjet që ka bërë. Domethënë nuk ka një status quo tani, sepse tani politikanët shqiptar nuk po flojnë gjumë rehat. Metaforikisht e them këtë gjë për të shpjeguar, për të nxjerrë faktin në dritë që SPAK-u realisht po tregojnë që nuk ka të paprekshëm. Kjo është perspektiva ime, mënyra se unë e shoh gjithë situatën. Ndërkohë, debatet në KLP janë debate mendoj normale midis kolegëve, profesionistëve. Nuk do doja të hyja në fakt, duke thënë që nuk e njoh mirë profilin e KLP-s, nuk do doja të hyja tek argumentimi pse ka debat apo jo, dhe cilat figura apo palë në KLP duan ruajtur në status quo dhe cilat jo. Gara për shef të SPAK-ut është një garë shumë e rëndësishme, që në fakt ne mund ta krahasonim me garën për kryeminist apo garën për president. Është një garë shumë e rëndësishme si institucion. Këta janë 4 profesionistë, janë njerëz të cilët kanë treguar integritetin e tyre profesional, jo më kot nuk janë kandidat të SPAK-ut, bëhet fjalë për një logo të madhe ose një pozicion të madh që atyre do të shtohet në rezume, nëse arrin të pozicion, kuptohet pagat e SPAK-ut janë marramëndse, pra bëhet fjalë edhe për një pak shumë të mirë, por sigurisht të gjitha vijnë me përgjegjësinë e madhe dhe përbalen me gangrenën e krimit dhe të korrupsionit. Kështu që në këtë sens mendoj që këto debate janë thjesht produkt i tensioneve normale që lindin kur ka gara të këtij lloji. Mirë, Ruel, dje kemi tjetër insert dhe më pas rikthehemi për diskutuar. Shqipëria po përballet me një valë të rritjes së dhunës dhe atentateve ku ngjarjet e fundit kanë tërhequr vëmendjen e publikut dhe institucioneve. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2025 janë regjistruar rreth 35 vrasje, nga të cilat disa konsiderohen atentate të organizuara. Ngjarjet e fundit përfshin vrasjen me armëzjarje të Gilmando Danit në zonën e aeroportit të Rinasit, si dhe vrasjen e biznesmenit Elbasan, por edhe disa plagose të tjera në qytete të ndryshme. Të dhënat tregojnë gjithashtu përdorim të armëve dhe mjeteve eksploziv në disa raste, duke arritur shqetësim mbi sigurinë publike. Autoritetet po vijojnë hetime, ndërsa zyrtar paralajmërojnë se disa nga rastet menden ende të pazbardhura. Ekspertët nënvizojnë se ngjarjet lidhen kryesisht me përplasje të grupeve kriminale dhe konflikte për përfitime ilegale. Mirë, Ruel, sa i përket këtij inserti që sapo dëgjuam, si duhet të reagojë shteti, por ndërkaq edhe forcat e rendit ndaj gjithë këtyre shifrave dhe trazirave që po ndodhin tashmë në vendin tonë, nëse do të forcohen të gjitha kontrollet, hetimet, mbrojtja e sistemeve të drejtësisë edhe ambientet publike pra mbas gjithë këtyre zhvillimeve të fundit. Mendoj Kristela që e para njerë duhet niset me diagnozën. Diagnoza është që situata e rendit muajt e fundit, së mos mas zgjedhjeve të 11 majit, ka ardhur në degradim të sipër. Në një farë mënyrë nëse krimi u mobilizua për zgjedhje, siç ne dim çfarë ndodh në Shqipëri, tani më mbas zgjedhjeve çdo gjë është hapur, të gjitha
e sapo në një farë mënyrë janë tavolinë dhe krimi ka filluar të bëjë veprimet e veta, veprime që në fakt sigurisht cënojnë në sigurinë kombëtare. Do ne kemi një krim tani që është ka një farë mënyrë për masat terroriste. Nuk është më në një farë mënyrë për masat e bandave të vogla që po dasin njëra tjetrën, por të sigurisë kombëtare që realisht cënohet nga krimi organizuar. Dhe unë kam pas rastin të dëgjoj një histori shumë interesante të një shqiptari nga Kanada që erdhi në Shqipëri dhe rastisi për ironi të fatit në atë rrethullimin e aeroportit ku ndodhej ekzekutimi mafioz dhe ai në atë moment u tërmaks, u terrorizua në familjen e vet dhe bëri prapë atë rrethullimin, u kthye për në aeroport edhe preu një bilet për t'ia mbatur prapë në Kanada pa qëndruar as gjysore në Shqipëri. Që këto janë histori të cilat ne duhet realisht na bëjnë të reflektojmë sepse ky është një vend që ka probleme të mëdha me rendin dhe me sigurinë. Nëse krimi organizuar dikur ka qenë në nivelin e bandave, krimi organizuar sot është një mafia e madhe, një organizata kriminale që sillen si mafia dhe kanë zonat e tyre të influencës, zona ku policia shtetit nuk dot, ka krimi në disa zona, disa raste ka në një farë mënyrë ndikim të drejtë për drejtë tek emërimi i shefave të policisë së shtetit, që sigurisht e bën krimin shumë të lehtëshëm, ka fuqi ekonomike sepse ata në amnistinë fiskale investojnë ku duan edhe janë pronar lokalesh, restorantesh, baresh, resortesh në emër të bumit turistik dhe turizmit masiv. Pra krimi tani më ka fuqi ekonomike, ka fuqi politike, spaku ndoshta është zhvillimi muandarës i cili nuk e lejon krimin në një farë mënyrë të kontrollojë shtetin shqiptar, por në një farë mënyrë të gjitha hallkat e tjera shtetit për spakut janë në kontroll në krimit organizuar dhe ky është një problem shumë i madh. Nëse mua më pyet për zgjidhjen ndaj këtij problemi, sigurisht që në Shqipëri duhet një regjim si ai në ai Bukele, ai Bukele në El Salvador, do të çfarë bëri ai, monizoi ushtrinë në rrugë edhe tha ne bandat organizata kriminale do të lëmë ushtri sepse policia është shumë e korruptuar, nuk lufton dot. Dhe ai ka burgos gjithë në popullsisë. Andaj edhe është në fakt shumë e rëndë ta thosh për Shqipërinë, por këtu nuk ka si zgjidhje tjetër sepse këto zgjidhjet alla liberale me një polici që me dhe mekësh e paparur, por që është komplet e kontrolluar nga krimi dhe që bën ca aksione sa për të thënë që po i bëjmë, por në fakt të gjitha kulisat luajn brapa skenës. Sigurisht që nuk ka funksionuar, funksionon sigurinë kombëtare të Shqipërisë dhe është një zgjidhje që vetëm zgjidhjen thojza që vetëm ka fuqizuar krimin organizuar. Mbas dy atentateve Ruel që ndodhën njëra mbas tjetrës, si ishte ajo e Rinasit, por edhe ajo e Elbasanit që ndodhi para një dite në Mosgaboj, a mendon se tashmë është aftë një grua, pra ashtu siç është ministrja Albana Kociu, të drejtojë Ministrinë e Brendshme? Jo, nuk është aftë. Një gjë keq punë e themi në sytë e publikut, edhe publiku në fakt është mësuar qoftë në emisionet dhe nga mediat që në farë mënyrë të dëgjoj këtë supën e servitur nga mendon disa interesa okulte që burra dhe gratë mund të bëjnë të njëjta gjëra dhe s'ka asnjë ndryshim midis tyre, nuk është realiteti, sidomos në shoqëri të ashpër dhe brutale si Shqipëria. Mendoj që është shumë e vështirë në vendin tonë për të luftuar bandat kriminale. Shumë e vështirë për të ku je grua për të luftuar bandat kriminale, për arsye që janë të ditura dhe janë thellësisht biologjike, s'kemi asnjë gjë me gratë, por mendoj që lufta ndaj krimit organizuar nuk është se po e lufton krimin në Suedi, më kupton, domethënë po e lufton ose në Norvegji, po lufton krimin në një vend i narkoshtetit si Shqipëria. Kështu që dhe dora forte e shtetit sigurisht që gjatë historisë, siç ne e dimë, ka ardhur nga një burr ose nga burra. Dhe në kushtet kur është Shqipëria tani, ne na duhet patjetër dorë jo e fortë, por dorë e egër, e ashpër shtetit, jo vetëm me policinë, që është katandisur në një gjendje të mjeruar dhe është komplet në shërbimin e krimit, por ka nevojë për përfshirje të menjëhershme të forcave të armatosura të ushtrisë shqiptare në luftën kundër krimit. Sigurisht që nuk bëhet dot në kondita reale, se Shqipëria është për të punë në Bashkinë Evropiane, është anëtare e NATO-s dhe ne jemi një vend thellësisht të jo sovran. Jemi një vend i pavarur, por nuk jemi një vend sovran dhe nuk bëjmë dot çfarë duam me ushtrinë e policinë tonë. Ky është realiteti faktik i konditave gjeopolitike me të cilat Shqipëria duhet të përballet.
E qartë, mirë, Ruel, për ta mbyllur pyetja e fundit, sepse kemi arritur në fund, si do të evoluojnë lidhjet mes krimit të organizuar, politikës, pasurive dhe nëse do të ketë reforma serioze për të neutralizuar të gjitha këto rrjete? Është me një pyetje $1 milion, sepse sigurisht ne nuk mund të parashikojmë dot çfarë do të ndodhi. Shqipëria me futjen e vet në Bashkimin Evropian do të rrisë kapacitetet e saj për të konsoliduar shtetin ligjor dhe për të luftuar krimin organizuar. Unë realisht jam i kësaj bindje. Nga ana tjetër, shohim edhe në urime që Departamenti Amerikan i Shtetit i bëri qeverisë shqiptare për pavarësinë e Shqipërisë për 28 nëntorin, shohim që qeveria amerikane ka një farë mënyrë theks të vendosur mjaft mirë ndaj luftës ndaj krimit organizuar, trafiqeve të drogës. SBA-ja ka për disa kohësh tani me administratën që po godet varkat me drogë që shkon drejt saj, duke konsideruar narkoterroristë organizatat kriminale të trafikut të lëndëve narkotike në